Me uljen e temperaturave, dimërimi i bletëve është një proces shumë i rëndësishëm për mbijetesën e kolonive. Gjatë kësaj periudhe, bletarët duhet të ndjekin disa rregulla bazë për të mbrojtur bletët nga i ftokti dhe sëmundjet. Një ndër këshillat kryesore është që në temperatura të ulta, bletarët të mos hapin kosheret për kontroll ushqimi, pasi ndërhyrjet e panevojshme prishin mikroklimën e brendshme dhe dobësojnë koloninë. Me të hapur koha dhe të kemi temperatura mbi 13 gradë Celsius, automatikisht duhet shikojmë gjendjen e ushqimit të kolonive të bletës, sepse nga ndryshimet klimaterike ka shumë probleme, sepse bleta mund ta ketë konsumuar ushqimin edhe mund të kemi veç infeksioneve, mund të kemi probleme që bleta na humbet nga mungesa e ushqimit. Kosturi thosë se paqja e rëndësishme është që bletët të futen në dimër të mjekuara, si një parakusht për një dimërim të suksesshëm. Në qarkun Korçë, vitet e fundit nuk janë shënuar humbje të mëdha të bletëve, dhe kjo ka ardhur si rezultati i ndërgjegjësimit të bletarëve, të cilët kanë kryer në kohë trajtimin dhe kurimin e kolonive. Kemi humbje nga pakujdesia, por nuk është se në neve ka ndikuar shumë, sepse bletarët e Korçës janë më të zhvilluar në këtë aspekt dhe siç u mbasin a shumë mund t'i rikuperojmë brenda sezonit. Jo të kemi mungesa në vitin e ardhshëm. Specialistët e bletarisë apelojnë që këto praktika të vijojnë të zbatohen, pasi kujdesi i duhur gjatë dimrit ndihmon në ruajtjen e bletëve dhe garanton një sezon më të mirë prodhimi në pranverë.